Profesor, besoj shumë i mërzitur nga kjo humbje sot në Elbasan. Jo, jam i mërzitur për djem, nuk jam i mërzitur për humbjen. Sot jam më i qetë se neshjet e tjera që kena humbë qoftë edhe me Durrësin apo barazimi që kena bë me Vorën. Sot djem bën një lojë të mirë, lujten gjithçka për gjithçka, në maksimumin gjithsecili. Për këtë duhet i falenderoj dhe t'i them bravo jo qoftë. Penalizoj profesor Katolikut vllazërin. Pa normal shumë, po ta shihni kartelin e parë të verdhë është qesharake, e dyta mandej është rralla në sport, kjo është e pabesueshme. E prisin ndoshta kaq tension në Elbasan sot. Unë nuk e pritësha me thonë drejten, por e thashë edhe më përpara, një ndeshje të tillë me gjithë arbitrat mirë të FIFA-s që kena, mos t'ishte një i tillë sot, dhe t'ishte Ferhate që është gati me lënë, si më thonë është kap qatë kapësh, edhe kjo është ajo që mu më shqetëson, se tensionin fush, nuk është normal, ndeshje vendi i parë, vendi i dytë, është gjënaf që t'i hahet mundi i djerë sa djemve në këtë forfet. Në fakt, profesor, ndryshe nga ndeshjet e kaluara sot, Vllaznia luajti, edhe pse u mund të 1-0 pati momente që edhe u vlerësua. Unë kur kam folë ndeshje që s'kena lujt mirë, kam keni bindën dhe kam dinë arsyeën pse. Sot po shifni kemi një mal të rikuperum 70%, 75%, kena një kallak të rikuperum të 75%, kena një Jago që është më mirë, kena një Qato që është më mirë, kena një Bismarck që po afrohet, kështu që gjithë të dëmtime, djemë të konë janë stërvit ashtë tjera parë, këtë javë që janë stërvit me grupin, kështu që unë kam ditë që kena me më rri këtu, por duhet stërvitina, duhet ullim kryet fort, edhe të shohim për para, janë edhe 3 ndeshje deri në mbyllje të 2 fazave të para, të vazhdojmë marrim maksimumin e pikëve që mundë. Ju mund një rival direkt si Elbasani, ndërkohë që ka fituar edhe Egnatia. Mendoni se mund ndikojë në vazhdimsinë e pretendimit? Jo, absolutisht jo. Ne do bëjmë kampionatin tonë, nuk kena punë hiç me ta. Kena ndeshje në radhë që na vjen Ballshi, një ndeshje e fortë, Ballshi është ekip simpatik. Duhet ta vlerësoj maksimalisht dhe nga ndeshje në ndeshje mëndej do më rrim aty ku do në tonë me kanë. Qytetëria shtetërore përsëri besnike ndër Vllaznisë dhe sot ishte shumë në Elbasan. I falenderoj për mbështetjen, janë pjesë, e kam thënë më parë, janë pjesë e rëndësishme e jona, pas çka se s'mujt me marrë rezultat pozitiv sot, por gjithsesi i them faleminderit. Faleminderit, sukses. Faleminderit ju.